pompa në valizhe mund të futet vetëm nëse nëna e ka vendosur që për një arsye të caktuar zgjedhjes saj, unë thjesht do pompoj, do ta ushqyej me qumësht të pompuar, sepse normalisht është zgjedhja nënës dhe ne nuk mund të ndryjmë. Okay. Tani, në momentet që nëna ka vendosur, sepse çdo nën ka qëllimet e veta, unë dua ta ushqej me gji. Atëherë pompën ne nuk e duam para, sepse ne nuk e dim nëse do të na duhet e para apo jo. Pra jo duke u nisur nga eksperienca e mamave ose eksperienca në grup, sepse jo. Patjetër, kam pasur një rast të një pompe ekonomike, sepse normalisht një pompë cilësore dhe kushton, dhe bën punën si duhet, një pompë ekonomike, nëna e ka bler, vetëm sepse kunatës të saj i mblidhte shumë qumësht. Ndërkohë që kunata e saj ishte gati në fazë mbi prodhimi. Pra normalisht do mblidhte shumë qumësht sepse apo prodhonte tepër. Ndërkohë që nëna që ishte në konsult me mua kishte probleme me sasinë e qumshtit.